Pensionistët janë krijuesit, janë zbuluesit, krijuesit, ndërtuesit dhe shfrytëzuesit e të gjithë pasurive kombëtare që në 90-ën u gjendën mbi tokë dhe në tokë. Nafta, puset e naftës, qindra puse nafte, qindra miniera, kromi, bakri, heku nikeli, e tjerë, uzina, fabrika, kombinate, shkolla, teatro, stadiume, pallate sporti, hekurulla, hidrocentrale, e tjerë, janë gjaku, djersa dhe puna e këtyre pensionistëve. Por e veçanta e këtyre pasurive kombëtare, ndryshe nga gjithë bota, kjo pasuri ishte jula kombëtare, jula populli, nuk ishte pronë private, që ta shfrytëzonte dikur thoshte është prona ime. Ndryshe nga gjithë bota. Në botë, në vendet e lindjes ish komuniste, vërtet kishte edhe atje miniera, puse nafte e tjera, fabrika, uzina. Por ato që janë ndërtuar pjesërisht shteti. Por shumicën në botë e ndërton dhe përdor e shfrytëzon ai pasaniku, miliarderi. Kurse ati punëtori, kur den pensioni takon thjesht rroga dhe kontributi që ka dhënë marrë pensionin. Kurse në Shqipëri pensionistët ja lanë popullit shqiptar, jo vetëm këtij brezi, por me dhjetra apo qindra brezave një pasuri të madhe që t'ja kaloj dhe Zvicrës, se Zvicra s'ka fare as pak, as 1% të pasurive që ka Shqipëria. Dhe t'jetojnë pensionistët me një pension mjeran, ky është një krim i madh që i bën këtyre pensionistëve. Tani një tjetër. Po. Tani tjetër. Thelbin e padrejtisë madhe, e injorimit madh, e përbuzjes dhe diskriminimit të pensionistëve shqiptar nga të gjitha qeveritë, po në mënyrë të veçantë nga ky tellall që shfryn ndaj pensionistëve, sikur të ishin bërë robër lufte. Kryeministri e ka fjalën për kryeministin Rama. Unë po i rreshtoj këtia që t'ja përplas në fytyrë kontributin konkret dhe shfrytëzimin që i është bërë ish kooperativistëve që tani janë pensionistë dhe që tallen ndaj tyre. Dihet që kooperativat bujqësore kanë qenë pronë e grupit. Fshatarët, ish kooperativistë, paguheshin atë kohë me ditë pune, për punën që bënin në kooperativë. Me një rrogë që shkonte mesatarisht 2-3 lekë në muaj. Dhe mbi bazën e kësaj rroge, burokratët dhe anti-shqiptarët e mbas 90-s i llogarisin këtyre pensionin, që është jo vetëm e pa drejtë, po është përbuzse, nuk di, është e nevritshme një logjikë e tillë, që edhe akoma nuk duan ta pranojnë. Konkretisht, kooperativistët prodhonin shumë. Me prodhimet e kooperativës ushqehej gjithë Shqipëria. Mbusheshin rezerva gjigande shtetërore me ushqime edhe me pjesë këmbimi e tjerë, që në rast të lufte të luftohej e të ushqehej populli dhe ushtria për 5 vjet. E dyta, me prodhimet më cilësore të bujqësisë furnizohesh, eksportoheshin mandrat më cilësore, dhe nga ato mandra vilesh një sasi e madhe valute me cilën blihesh vend e parë për ekonominë dhe pjesë këmbimi apo pajisje për qindra fabrika, uzina, kombinate, hidrocentrale, hekurulla e tjerë. Por nga të gjitha këto prodhime, ky kontribut ka që madh, shteti si pagon nga si lek kooperativës, ja merrte si plan shteti. Dakor, po pensioni më të madh sot e merr deputeti dhe jo ish kooperativisti apo ai që ka do flas edhe për atë. Unë po flas tani çfarë padrejtie e madhe i bën ky sistem. Se ai sistem ashtu e gjykonte. Ashtu ato sistem, sa ato e dim, e kemi se po me atë rrogën atij sistemi paguhen kooperativistët sot. Bile me logjikën e sotme, jo me logjikën e atërshme. Se vërtet thonë këta, edhe ashtu është që në Shqipëri ka ekzistuar diktatura me egër komuniste në botë. Po mirë, këta fshatarë me kaq rrogë dhe me gjithë prodhime e kontributet madh që kanë dhënë që nuk i paguhesh as i lek. A bën pjesë kjo në diktaturë që kanë luajtur këta kooperativistë? Si është problem ky sistem këtyre kooperativistëve duke u tallur? Po si po është pra?
Ja, kjo është pra. Ky është problemi. Ignorimi total, përbuzja, diskriminimi. Nuk është kjo e vërteta. Nuk është ajo paga mbi cilën është derdhur kontributi në atë kohë. Sa ai kontributi është derdhur për atë sistem, për atë kohë, për atë llogari. Kurse tani janë ndryshe, duhet vlerësuar kontributi real, jo ai 2000 lekë që ka marrë kooperativist. Apo nësa kooperativa ja marrë 1000 lekë, 500 lekë, më pak, kooperativa malore. Nuk është hyrë fare këtyre probleme, po i rënë një drapsit dhe vetë janë rregull ata burokratët e qeverisë. Se i hynë kazmos dhe grabitën të gjithë pasurit kombëtare dhe s'kishin nevojë as për pension. Tani tjetër, çfarë ka ndikuar që rrogat që ka ndikuar dhe në pensionin e sotëm, që ka dalë kaq vogla mbi bazën e saj që paguhet pensioni. Në ato kooperativistët krynin deri në 25 ditë zborin. Dhe pagesën e zborit ja bënte kooperativa, jo shteti. Bile ishin mira kooperativist që kur bëni zbor, nuk shkoni kooperativ. Pra mund të ishte periudhë piku, mund të ishte kohë mbjellës grujtë, kohës grujta, misrit e tjerë. Pra e dëmtonin dhe ekonomikisht, po dhe financiarisht kooperativën. Pra nga këto zbore, humbte kooperativa, nuk fiton gjë. Tjetër, kur binin tërmetet apo përmbytjet, kooperativat ishin detyruar të çonin qindra punëtorë specializuar për rindërtimin e shtëpive apo digave të tjera. Bile, ato ishin detyruar që të çonin dhe një sasi të madhe materiale shëndetimi. Po të gjitha ato ishin humbje. Ata punëtorë që punonin i pagonte kooperativa. Edhe materiale ndërtimit ishin pjesë e shpenzimeve të kooperativës. Pra ato influenconin në mungesën e rritjes të ardhurat ndashmujore, ndashvjetore të kooperativave. Pra këto nuk llogariten sot. Sepse vërtet, më fal, si nuk llogariten? Pse nuk llogariten pra? Pse nuk i llogarit Nuk llogariten, ore. Unë e thash, unë dyshoj, po me këto fakte them që nuk është fare dyshimi, po është fakt. Ore këta kanë vendosur që pensionistët të vdesin. Të vdesin. Tiki nga kjo botë. Si e kanë vendosur? Po e përcakton konventa e OKB-s për genocidin. Që është përgjegjësimi i kushtit të jetesës, aq sa të rrezikojë jetën. E pra, me 200 euro, a jeton dot? A mjekohesh dot? Jo. Kjo tregon që heshtja atyre, mbyllja gojës, edhe ignorimi i këtyre fatkeqësive e mjerimit të pensionistëve tregon se këta kanë vendosur që këta njerëz të çojnë para kohën të vdesin. Po pse shkoni e votoni atëherë? Pse shkoni e votoni atëherë? Më fal, nuk diskutojmë atë votë. Ajo vota ka problem tjetër dhe ajo vota. E kam thënë dhe herë tjetër. Edhe peshku më i zgjuar, i uritur, do bjerin në grep. Po Simon, po të burgosërit, nuk kanë votuar 100% për këtë qeveri. A votuar? Ishin të kënaqur ata me burgun. A ishin të kënaqur? Kështu pra. Po mirë, nuk është kjo logjika. Pse nuk i vijoni protesta, duke qenë se në disa protesta që ju zhvilluat vitin e kaluar pati lloj lëvizje nga ana e kryeministrit Rama. U shqetësua disi? Djo, më vjen shumë keq. Protestat e bën punën e vet, po politika nuk e bëri punën e vet. Këto mos e që nga politika, pasën nuk ju sjell gjë politika. Ideja është që ju shkoni para kryeministrisë. Po mirë. Po politika për çfarë do neve? Vetëm për vota? Për pushtet? Për çfarë do politika? Për vota. Pse thon ne ishim bën populli? Pse thon? Statistik. Po pra për statistik. Prandaj këto që po them unë sot, edhe që kam thënë vazhdimisht, ato duhet i bënte pronë politika, të gjithë forcat politike, opozitare. Jo të ndarë, PS-ja, PD-ja, PD-ja, Mundësia, Lëvizja Bashkë, etj. Jo të ndarë. Pavarësisht se thonë ta, këta janë të majtë, ne jemi të djathë, nuk fuqemi ideologjikisht. Qatë majtë e djathë këti më. Ku kanë Shqipërit majtë e djathë. Të tërë janë prallë me mretë. Të tërë duan pushtetin, të tërë i duan pensionistët. Talën me ta, i shfrytëzojnë për ta. Shfrytëzojnë me mjerimin e tyre, vetëm për të marrë vota, që kur t'ju pushtet, unë do bëj namin.